kuptojmë ne që jemi në prag demence, një prag të këtyre problemeve trurit? Po, ja, për shembull, një çift i të moshuar, se është mosha e para që ndikon, për shembull. Po ne po vëmë re edhe te disa moshat më të reja, dhe kur e pyes për shembull sa cigare pije kështu, 3 paketa. Pa le pastaj, kur kjo është femër dhe pi 2 paketa, kur kjo estrogenin e ka edhe më të ulët, plus i futim dhe këtë. Që e ka nga organizmi vetë, fiziologjik estrogenin. Atëhere, shiko, ne dashur pa dashur ushqejmë këtë demencën, që çfarë është në të vërtetë? Ulje e funksioneve të veprimtarisë të trurit. Si fillojnë? Kjo është, atëhere. Po ja, për shembull, dolli ky çifti dhe thotë, unë e harrova, e mbylla sobën apo jo? Ajo e ka mbyllur Çelsa. Ose njëri, për shembull, kërkonte syzat, syzat i kishte vendosur te koka këtë. Kërkonte syzat, kur i ran ato se kërkoi poshtë, kur ran nga koka, ai pas kanë marrë këtu. Ose, për shembull, ne duhet të trëmbemi se këto ndodhen edhe të rinjve, po themi ndoshta nga ngarkesa dhe kërkon stilolapsin, për shembull, kërkon edhe një flet për të shkruar një mendim. Sa i gjeti këto e harroi. Harroi mendimin. Miku bishti i fillit, thotë çfarë do shkruaja. Pra, këto si thua janë shenjat e para. Pastaj, vemi tek... Shikoj, janë shumë të rinj që i kanë këto shenja. Pse harrova këto ku e lash, kjo duhet të na trondis, duhet të na friksoj se të rinj. Edhe një shkaktar i këtyre demencave janë edhe këto smundjet infektive. Nuk flasi më për HIV-in, për shembull, ose për meningjitin e me radhë. Por edhe këto, për shembull, viruset e gripit, edhe ndoshta medikamentet e shumta që mund të marrë njeriu, ndikojnë në uljen e funksionit veprimtarisë së trurit. Atëhere, ne themi harresa dhe shiko, erdhëm si thua në preherin e Alzheimerit. Pra, po harruam emrat, po harruam ndonjë punë që e kemi bërë, po se fiksojmë, pra, ngjarje të sapo kaluara. Këto mund të themi që janë ngjarje që janë jo të dëshkuarës, po flasim për ngjarje që janë shumë afër. Një punë që e bëm sot, për shembull. Ore s'mban mend çfarë hëngra në mëngjes. Për shembull, e harroj. Kjo është shenjë që ne jemi drejt kësaj gjëje. Si përshkallëzohet më pas? Fillon me këto harresat e vogla, pastaj? Po të mos ta lëm ti ki mtutje, se mtutje është ka shi dhe breshër dhe dëborë. Atëhere, po ti kemi këto shenja, kjo si simptom, si dukje është sot, por është formuar ndoshta pak e nga pak, 4 vite, 5 vite, 7 vite më parë. Dhe tashtin është dukja. Atëhere, ne do të themi, çfarë punësh kam gjatë ditës, hajti sistemoj në një blok, se do vë edhe truri në punë, pra do përqëndrohem, do rrit përqëndrimin, dhe do t'jem më i kujdesshëm. Nuk do hallakatemi, si themi ne, çfarë duhet të bëja, çfarë bëra dhe çfarë nuk bëra. E dyta, do mundohem që të ushqehem me gjëra me produkte shumë ngjyrshe. Panxar të kuq, karrota, rrep, brokull, lakër, një gotë verë që mund t'ja kem hequr alkoolin, e ngro verën e ikën pjesa më e madhe e alkoolit, musht, rushi, boronicën, aronja, kemi plot gjëra në vendin tonë që ne ta ushqejmë, ta stimulojmë trurin. Atëhere, po filluam që të jemi më sistematik, kur ne i kuptojmë këto shenja, atëhere ne si thuash e luftojmë demencën nervore.